me u bazu në vetë vetën se është sa është i fort, për shembull, me ju përball një qysh me thonë, një agresorit, çka do që tjetë ai, a është i afër apo është i lartë, njëri duhet me pas vetëbesim nga vetja, duhet me pas durim nga vetja, keqës gjithmonë duhet me ju ik, mos më ardh dite ardhja e një kasmimi ose një rrej ose një vrasje, një torture, kështu që e mira është me ja ditë njeriu edhe hallën vetit, po edhe sa është i fort për mu përball me tjerë, për shembull me armikun ose me dikonin që të kërcenon ose të provokon në çdo rast nuk t'len rahat që për shembull i forti gjithmonë qyr ka i ligu, po edhe i ligu mund të më bua më i fort për mi qindru atit fortit. Në atë aspektin më të reme. Fatkeqësisht që tash vëlla jam nuk janë bë veç konfliktet veç me njerëzit që në një farë mënyre nuk i kemi miq ose janë si lloj armiku ndoshta për neve. Po konfliktet po janë prezente edhe vetë nëpër familjet tona, në rrethin më të ngushtë, me njerëzit më të dashur, ndoshta me fëmijët ose me prindrit. Çka po mendon që po ndikon me pas që kaq shumë ndoshta nuk po them agresivitet, po një lloj revolte, një lloj pakënaqësie nëpër familjet tona, sikur po stresohen, po nervozohen, po folin fjalë pa matura, edhe indirekt edhe kjo është një lloj konflikti që po ndodh se shpesh herë po ka dhe pasuja. Tu është edukata shpirtnore, edukata njerëzimi, çfarë njerëzie kite ndaj dikona që është me thonë do të mja kthy me të keqe. Ai do me ta kthy me të mirë, ti do mja kthy me të keqe çdo herë. Për shembull edhe që ai është i lik ndaj teje, ti je i fort ndaj atina, mundet çdo rast ka rasje. Stash ku të fundit që po ndodhen për moment për mendimin tam është gjysh me thonë, po flasë një katastrofe madhe, në këtë mas lufte, të vra si në Gjermania, ku edhe në Kosovë që pëndodhin vrasjet nga moshkit që femnat për vrasin, to është pak si pa kujdesia e respektit, që me thonë, dignitetit që e ki që me thonë si burr, si mashkull, që me respektu femnoren, duhet me respektue. Fatkeqësisht shoqërinë tonë kemi vrasje të grave, por realisht ajo nuk është veç gru, në shumicën e raste po janë nënat fëmijëve të tyre. Diçka që po të dhem edhe më shumë. Kështu që çka po mendon që po ndikon bre krejt në çet farë frustrimi shoqëror që po kena? Vallahin është probleme ndoshta mundet më lidh edhe pak të ekonomia, të xhelozia, të këto tash nuk jam edhe ekspert i fort, po në atë mendimin tam që e di me dhonë ndoshta e jepi as sa duhet me dhonë për këtë emisionin e ju.